Kam gjetë një çantë me një shumë 10.000 euro dhe kam dorëzuar në polici, po kam presionin nga farefisi, çka s'po më thon ti je i çmendur, si e normal, nuk kanë qenë haram, ti ka pru Zoti, madje edhe një nga haxhit në fis po më bën shumë fjalë. Më mirë ka thonë ai haxhiu ti kishe dhënë sadaka se me i dorëzuar në polici. Ky haxhiu herë që ka mashallah, ky që ka qeshia mbi tort. Mirë këto të tjerët, që janë avdalla të gjithë, shumë si fjalës avdalla, po edhe ky haxhiu, ky e paska qellu, thotë i jepshe sadaka, ky ja për vete, po i shpërndajshe për të varfrit. Po si u shpërndaka parja huj, leku huj, si u shpërndaka? A e pranon Allahu haramin? Mund të kishte një metodë tjetër të mesme, një bëheshe një njoftim, një vit rjesht, aty ku ka humbë. Dhe mas një viti, dihet ligji. Ose i dorëzon polici, shif kush është emri i personit aty, të dhonët edhe bie rehat. Po ta morësh lekun e huj, ta hapsh sadaka, thot haxhiu.